Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s mbajti proteste në radhës në Strasburg, Francë, në kërkim të drejtësisë për ish-krejt e ushtrisë çmimtare të Kosovës që po gjykohen në Hag. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka njoftuar se gjatë kësaj proteste u dorëzuan edhe 285 letra në emër të secilit antar të Asamblesë së Këshillit të Evropës. Gjatë kësaj proteste u dorëzuan edhe 285 letra në emër të secilit antar të Asamblesë së Këshillit të Evropës me shqetësimet tona lidhur me procesin në gjykatën speciale. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s vazhdon angazhimin e saj për drejtësi dhe respektim të drejtave të luftëtarëve të lirisë, thuhet në njoftimin e Organizatës së veteranëve të luftës UÇK-s në Facebook për protestën në Strasburg në Francë. Qytetarët të cilët protestuan para Këshillit të Evropës në Strasburg të Francës dërguan edhe një letër ku shprehin shqetësimet e tyre për gjykimin e ish-krerëve, ku i pari prej tyre ishte edhe kryetari i Drenasit Ramis Ladrovci. Protestat të ngjashme janë mbajtur më herët në Prishtinë, Hagë dhe Tiranë. Një protestë tjetër është paralajmëruar të zhvillohet edhe në Maqedoninë e Veriut. Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, figura qendrore të ish-ushtrisë çmimtare të Kosovës, ndodhen prej 5 vitesh të arrestuar në gjykatën speciale në Hagë, ndërsa procesi ndaj tyre nisi vetëm në vitin 2023.